Shëndetje të nderuar miq, si që pat në qese ishin peshqit të cilët i kam bler para një ore dhe mas si dola prej shitores ata ishin ende të gjallë. Mirë po problemi ishte se në shitore ku shesin peshqi ishte një bazen i vogël, një korite madhe në realitet, aty kishte mase 100 peshqi. Po me një korit ma të vogël, thash qka bon aty, si e nxerr peshqin të gjallë, a i tha se aty e fusim në ata 24 watt elektrizim dhe aty pastaj me njëherë e mirte me prej me tani. Si mas jurisprudencës islame, nëse peshku në deti i mbytet, pra përmes minave të ndryshme që i vendosin, atër ai peshk, ai ushqim është haram me marë, haram me angër. Dhe une nuk e lejova, mirë po, u konsultova edhe me ChatGPT, tha, bon tha me marë peshkun, shikoni, edhe plus, maca ka qka me angër. Pra, bon me marë peshkun, ta jo korita, ku është elektrizimi, pra, ku e trullav peshkun, mirë po mas asaj nuk guxon me prej me njëherë, sepse ai peshk faktikisht është i mbytur, pra nuk ka vdekur, pra jashtë ujit, por ka hyrë atë koritën e elektrizume, dhe aty është trullav, edhe me njerë mas asaj, zotria e pastron. Pra, peshku i pastruar me dorë, peshku i pastruar ishte plus 25 cent. Do me thonë, por nëse e merë prej koritës që është elektrizume edhe me njëherë e futë në kese edhe e matë, atëherë është halal. Për ndryshe, nëse shkoni e merni, e futë në atë koritën ku e trullos, edhe me njëherë ja hek kokën e ja hek mrençmet, ai peshk është i mbytur dhe ai mish është haram me u hangër. Por, shkoni bleni, taze peshk, e qeta jo korita elektrizume me rrym dhe mos e pastroni, ma mirë pastrojeni në shpi, që si që po e pastron Luani edhe hani peshkun halal, apo jo Luan? Apo halal. E hani halal edhe e pastroni po plus edhe maca knaqet. Nderuar miq, gësoj se kam qenë e qartë, a nëse dëshironi edhe për mishin e lopës apo viçit halal, edhe aty ka një mesele. Bile më thaj, tha ti shumë po kërkoj, ke tha këtu po vinë hoxhallartë, po marrin që thanë që të mënyrja pastroj. Thasha, diçka kanë thonë. Mos bon që ka bon hoxha, po ngoje që ka thot hoxha. E najherë hoxhallartë nuk janë perfekt njerëzi, se me siguri dhe ata nuk e din.